Emisioni arkivor Egzodi 1999 na sjellën në kujtesë një nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë kombëtare të viteve të 90-ta. Pranvera vitit 1999 mbetet një nga kapitujt më të dhimbshëm të historisë së Kosovës. Ishte koha kur mijëra shqiptarë u detyruan të linin shtëpitë e tyre dhe të merrnin rrugën drejt Shqipërisë për t'i shpëtuar dhunës dhe dëbimit nga forcat serbe. Pleq, gra, fëmijë të rinj në kolona të gjata njerëzish morën rrugën e Egzotit drejt Kukësit, atëherë shpresa vetme për shpëtim. Vjetë më vonë, në prillin e vitit 2002, sipas pamjeve të ruajtura në arkivën e televizionit Syri, mijëra qytetarë nga e gjithë Kosova u nisën për të rikujtuar atë rrugtim të dhimbshëm. Aktiviteti u organizua nga Këshilli Kombëtar i Egzodit 1999 si shenjë kujtese dhe mirënjohjeje. Nisja karvanit përkujtimor u bën nga Mitrovica, ndërsa ndalesa e parë ishte në Gjakov. Radhë të gjata makinash u pa në rrugë që qonin drejt qytetit, ndërsa qytetarë nga shumë anë të Kosovës ju bashkuan marshimit të kujtesës. Karvani bëri ndalese edhe në Bishtazhin për të përkujtuar viktimat, ndërsa më pas vazhdoi drejt fshatit Zërdze. Në qendër të fshatit Zërdze, referuar arkivës, u organizua një takim i madh i kujtesës kolektive për Egzodin e vitit 1999. Aty shumë prej atyre që kishin përjetuar dëbimin e dhunshëm rikthyen kujtimet e tyre. Ata rrëfyen momentet kur të detyruar nga lufta morën rrugën drejt Shqipërisë, duke lënë pas gjithçka që kishin ndërtuar. Në mesin e rrëfimeve ishte edhe ai Qemaj Sokolit nga Mitrovica, i cili na tregoi se si gjatë vitit 1999 rreth 120.000 qytetarë të Mitrovicës u detyruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre brenda vetëm 24 orësh nga forcat serbe. Egzodi 99 është intens që të mos harrojmë historinë dhe ta përkujtojmë çdo herë në këtë ditë, me që në këtë ditë, para 3 vitesh ju i përmendat atë, nga Mitrovica për 24 orë janë dëbuar mëse 120.000 vetë e një masë e madhe ka ecur në kam deri në Kukës, deri në Shqipëri, kuptohet. Kjo është një intens, domethënë një qëllim që të mos harrojmë të kaluarën dhe që vërtet përmes të kaluarës ta ndërtojmë ardhmërinë. Në kujtimet e tyre përmendej shpesh edhe ura Drinit, si një nga pikat kyçe të kalimit për mijëra shqiptar që kërkonin shpëtim përtej kufirit. Marshimi të kujtesës ju bashkua dhe veprimtari i çështjes kombëtare
nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Ahmet Zherka, i cili mes emocionesh tha se ndihej i nderuar që ishte pjesë e këtij përkujtimi. Faleminderit për ftesën që më keni bërë edhe për vendin që më keni dhënë si antar neri në Këshillin Kombëtar të organizimit të këtij egzodi, i cili ka kuptim jashtëzakonisht të madh, sepse i mban ato lidhjet shpirtërore mes kombit. Edhe kjo ne me kuptuar që ai kufi politik që është nuk do të ekzistojë. Nuk do të ekzistojë se është një popull që nuk mund të ndaj kërkush të paktën shpirtërisht jo. E kur gjithçka ishte gati në Xërxe, në xhaminë e fshatit u zbulua dhe pllaka përkujtimore me mbishkrimin Egzodi 1999, një simbol përkujtimi për një nga kapitujt më të dhimbshëm të historisë së Kosovës. Rënia sonte ka gëzimin më të madh në pritjen e vëllezërve e motrave nga Mitrovica, Bostria, e rrethinat e tjera të Kosovës për të dëgjuar të kaluar në idhë. Andaj, fa gjaku të dërgur e sakrificës së këtij populli e duke e përkrarë nga miqtë tanë, tani jemi këtu ku jemi sot. Në shenjë kujtimi, nesër marshojnë top 3 Kukësit, qytetit të Bashkimit Kombëtar. Mërinjoni që në emër të Këshillit Organizativ, strukturave komunale të Mitrovicës e Kushërisë dhe në emër të egzodusve, t'ju falenderoj e t'ju urojmë dëshirat më të mira në të ardhmen për gjithë atë që treguat në ditët më të vështira. Populli e thot, miku i mirë dihet në ditë të vështirë. Ju faleminderit shumë se ju vërtet e dëshmuat si miq, si shok, si vëllezër. Andaj, i vogël jam të flas para jush. Shumë i vogël jam të them diçka në emër të gjithë mitrovicazëve të cilët kanë gjithë të mirat për ju. Zotu bekoft e ju falenderojmë shumë për gjithë atë që bëhet. Marshimi juaj i sotëm të Kukësit nuk është marshim lotësh, si atëherë po është udhtim i gëzuar në për Kosovën e lirë. Duke rrugtuar përmes Kosovës së lirë, si gjithnjë edhe sot, kujtojmë dhe përshëndesim Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidentin Clinton për kontributin që dhanë për shërimin e Kosovës. Ndërkohë, kujtojmë dhe ndërojmë me respekt herojnë legjendar Adem Lasharin në Shok, të cilët njohin jetën për lirinë e pavarësinë e Kosovës, ndërojmë të gjithë terrenet kosovar. Marshimi juaj përkujtimor të Kukësit është një veprim kuptim plot. Ky veprim me domethënie të madhe do të bëjë një traditë e bukur, e cila do të vazhdojë për vite dhe do të shërbëjë për përcimin e mëtejshëm të unitetit, miqësisë dhe vllazërimit midis kosovarëve, kukësianëve dhe gjithë shqiptarëve. Duke ju uruar për traditën që keni nisur, ju uroj një seardhje në qytetin e Kukësit. Tutje e egzoduesit pas gjithë këtyre kilometrave të bëra ndaluan edhe në qytetin e Prizrenit, sepse rrugëtimi tyre lidhej edhe me histori të tjera në këtë qytet.
Rrugtimi i egzoduesve vazhdoi më pas drejt Kukësit, qytetit që në pranverën e vitit 1999 u bë streh për qindra mijëra kosovar. Mikpritja banorëve të Kukësit u kujtua me emocion edhe 3 vite pas. Kosovarët shprehnin mirënjohjen e tyre për solidaritetin dhe dyert e hapura që Shqipëria kuksianët u kishin ofruar në ditët më të vështira të luftës. Të gjitha trojet e Kosovës ku kanë jetuar shqiptarë dhe kanë përjetuar gjenocidin, do të vendosen pllaka përkujtimore dhe shenja simbolike me qëllim që kjo të mbetet për jetë. Pra ne po hedhim gurthemelin e historisë shqiptare të vërtetë, për shlirimin dhe bashkimin e trojeve shqiptare. Dhe ju falenderoj që keni ardhur sot në Kukës dhe jeni të pranishëm pranë kësaj pllake. Pamjet e arkivës të vitit 2002 mbeten një dëshmi e fortë, një historie që nuk duhet harruar kurrë historinë e egzodit të shqiptarëve të Kosovës dhe solidaritetit të madh që i dha shpresë një populli në ditët më të vështira. Prandaj, arkiva vitit 2002 është një dëshmi e gjallë se vetëm këtë herë u përkujtua ky egzod kaq i rëndësishëm në këtë mas siç ishte kësaj here.